Mirdita vëllezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Festat nga vash po vinë dhe sot ne kemi doktoreshën më të mirë prej krejtve. Një super gjigande nga Shqipëria. Mirë se erdhe me një tjetër episod në podcastin ton, ku sot kemi kënaqësinë dhe sfidën të presim një nga profesionalistët e tyre, të cilën mbajnë shëndetit ton në përdua shpesh dhe durimin ton. Sot është një mjek e familje, një vajzë shqiptare që ka marrë rrugën e mirëgjimit në Myni, në një qytet që ngrin në dimër, shkrin në verë dhe të vret xhepin gjatë gjithë vitit. Do të flasim për sfidat, për betejat, me pacientët, me mallin për Shqipërinë, me tradita që i mbajmë me zor, për eqjet dhe qeshjet, për takimet me realitetet që të bëjnë dhe të lënë pa fjalë, dhe ndonjëherë edhe pa gjumë. Pra, bëhuni gati, ironia është gati, sarkazma është e shtrirë rahat, vuajtjet e migrantit po presin që të flasin, ndërsa gëzimi dhe shpresa janë ulur në rjeshtin e parë. Hajde të hapim këtë episod, siç na ka ije, dhe me një humor, me një godë virtuale dhe me një kafe shqiptare. Doktoresha Mirdita, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit shumë që më ke ftuar këtu. Është një kënaqësi për mua dhe të uroj urime për podcastin, për këtë mision që ke bërë. Doktoresha, nga vash, ne kemi marrë një iniciativë shumë të madhe që me podcastin ton kemi të ftuar miq, shok, shqiptarë të Shqipërisë, shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të Maqedonisë Veriut, ku flitet shqip, ku dashurohet shqip, si për ta servirur emigrimin sa më bukur dhe sa më ëmbël. Ju si doktoresh në Myni prej 20 viteve këtu, ne kemi bërë disa pyetje të voçkla që të gjithë këta që na dëgjojnë veth në vesh, ku vihet, si vihet, çfarë do të kemi parasysh, çfarë ilaçe do të marrim, do vëm te doktoresha e shumë informacione të tjera. Për t'ja pasqyruar emigrantëve tan, çdo të thot doktoresh familje, çdo të thot si e ke hallin, të dhem ngrykët, të dhem koka, ande këtej të vim te doktoresha apo të vëm direkte te farmacia. Dhe nga vash, episodin ton fillojmë pyetjen e parë. Doktoresh, çfarë do të thot për ju ti jesh mjeke familje? Mjeke familje është si thua stacioni i parë ku të gjithë pacientët të vinë edhe orientohen. Në Gjermani është koncepti pak më ndryshe se sa në Shqipëri, sepse mjekët e familjeve bëjnë edhe ekzaminimet e para, vendosin diagnozat e para. Dhe ne jemi edhe internist, mjek internist. Domethënë, si thua stacioni i parë i ekzaminimeve dhe i diagnozave vendoset gjithmonë tek mjeku i familjes. Du të kemi parasysh që t'ja shpjegojmë shqiptarëve pak më fshataresk, pak më me kem në tokë, pak më tradicional. Mbase çunat janë lodhur nga baushtella, janë lodhur nga shoferat e postës, janë lodhur nga shoferët e taksisë. Prandaj, informacioni jon të jetë për ta kuptuar ata. Besoj se më kuptove. Për shembull, ke dhimbje gjoksit, do vish te doktori. Unë nuk është se të jap vetëm letrën që të shkosh te kardiologu, por do filloj direkt me ekzaminimet e zemrës, Do fillohet me laboratorin, do fillohet do vendoset diagnoza është diçka akute e shpejt apo nuk është akute. Dhe bën këto ekzaminimet e para, domethënë bën gjithmonë tek mjeku i familjes. Domethënë me pak fjalë, mjeku familjes është trokitja e parë që bën një emigrant pacienti tek juve sa vite keni në Gjermani? Unë kam 20 vjet në Gjermani. 20 vite dhe keni mbaruar besoj se unë kam studimet e larta, mbaruar në fakultetin e Tiranës. Kam mbaruar 6 vjeçarin. Dhe pastaj direkt pas diplomimit, pata fatin, si thuash, edhe me anë të martesës të vija në Gjermani. Dhe aty nuk pata nevojë, kur erdha në Gjermani nuk pata nevojë që të bëja. Koha juaj nuk ishte ai njoja e diplomës, vije direkt besoj apo jo? Në ato vite që erdha unë, nuk pata nevojë që të bëja konvertimin e diplomës. Konvertimin e diplomës, Kurse tash është pak më ndryshe.
Fillova domethënë direkt kurset e gjuhës, sepse këto ishin kryesorja, pa gjuhën nuk më një B2 C1 C2, dhe pastaj fillova direkt në spital. Po. Specializimin. Hapat e para tuaja ishin në spital në Mini. Patjetër. Gjithmonë fillon specializimin në spital. Po, dhe juve çfarë degë kapët? Mjekësia interne. Mjekësia interne, kam punuar disa vite në spital dhe pastaj kam kaluar në praksis, që janë klinikat e tjera, që janë më diverse për nga diagnozat edhe trajtimet, edhe aty pastaj në momentin që ti plotson atë, si thuash, numrin e caktuar të gjithë gjërave që kërkohen, ke të drejtë për të regjistruar për provimin e faartësit të specializimit. Vazhdojmë, doktoresh. Sa e vështirë është të trajtosh çdo ditë njerëz të ndryshëm me probleme nga më të lehtat dhe deri tek ato më të vështirat. Me pak fjalë. Një përkufizim i vogël. Besoj se kuptove pyetjen apo jo. Sa e vështirë? Domethënë sa e vështirë është trajtosh të trajtosh gjë më e rëndësishme është gjithmonë komunikimi me pacientin. Kryesorja. Po. Sepse çdo gjë fillon tek anamneza. Sa i hapur është pacienti për të komunikuar, për të dhënë informacionin. Se problemi që ton kështu, kemi dhe pacientë që janë mashtruesa, gënjen. A ti dhem koka, ai thotë dhem barku. Tani doktoresha përveç punës që ka, do të jetë psikologe, mos gaboj, apo jo? Atë patjetër, për shkak edhe të përvojës, arrin të bësh dallimin, por që nuk është se është aq e shpeshtë ajo gjë, nuk është se pacientët gënjejnë. Gënjejnë, po, domethënë ata që vinë aty automatikisht. Është gjë shumë e rrallë. Shumë e rrallë. Kështu që pacientët që vinë duhet i dëgjosh mirë, sepse aty fillon edhe vendosja e diagnozës. Domethënë anamneza është aja dhe oja e gjithë gjërave. Doktoresha, a është e vështirë të shërosh trupin apo mendjen e një pacienti? Trupi dhe mendja shkojnë paralel të dyja. Janë të dyja paralel si shinat e trenit, Dhe shkenca që shëron edhe trupin, edhe mendjen. Mënyra se si ja paraqet pacientit gjendjen, smundjen apo edhe procesin e shërimit është shumë e rëndësishme edhe në vetë procesin e shërimit, To kuptoj. Shumë e rëndësishme. To kuptoj. Cila është pjesa më njerëzore e profesionit tuaj që ju keni zgjedhur? Pjesa më njerëzore, më thon, të arrish t'i lehtësosh dhimbjet njerëzve, është si thuash forma më e lartë e humanizmit. Po, shumë e saktë. Është një pyetje shumë e bukur dhe i keni dhënë një përgjigje shumë të lehtë për ta kuptuar njerëzit. Vazhdojmë. A ka raste që pacientët kërkojnë më shumë vëmendje se sa ilaçe? Patjetër. Domethënë ana psiqosomatike që i themi neve, në gjuhën tuaj, është shumë e rëndësishme. Domethënë mënyra ka shumë pacientë për shkakun që kanë nevojë vetëm që të flasin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për të kuptuar dhe ata vetë se si gjenden, se si janë, se si në çfarë gjendje. Në çfarë gjendje ndodhen? Ata ndodhen, Po. E lezetshme ishte kjo, po ka raste që pacientët kërkojnë dhe ka nevojë ndonjëherë për shërim shpirtëror. Unë jam mjek e familje, jam interniste. Dhe kohën aq të gjatë për të bërë një psiqoterapi, psiqoterapi unë nuk e kam. Nuk e ke, po. Normal që unë mundohem të flas me pacientët në atë orarin që kam për pacientët, sepse nuk mund të bëj 70 deri 100 pacient në ditë, nëse filloj të bëj dhe psiqoterapin. Prandaj janë dhe doktorët e tjerë. Domethënë nëse një pacient vjen te juve i orientoni tek një kolegu juaj apo. Tek një psiqiatër dhe psiqoterapeut. To kuptoj. Në Myni, si është puna e mjekut familjes? Më e lehtë apo më e vështirë nga ata që ndodhen në Shqipëri? Unë nuk kam punuar asnjë ditë në Shqipëri. Domethënë direkt pas diplomimit unë kam ardhur në Gjermani dhe nuk mund ta krahasoj këtë. Domethënë nuk mund të japësh ndonjë informacion, domethënë nuk mbaroj se ti s'ke punuar asnjë ditë, sa ke mbaruar shkollën ande, ke ardhur në Gjermani. Po me sa ke dëgjuar, doktorë, se dëgjon, shikon. Besoj se televizorin e çon tek Unë ditë them vetëm këtë që kolegët e mirë në Shqipëri janë shumë të zotë. Janë shumë të zotë. Shumë saktë i përshëndesim këto momente të gjithë doktorat, se jo dhe infermierët që bëjnë një punë bravo i qoftë me kushte mbase jo aq sa të mira sa janë në Gjermani, por bere qaves. Vazhdojmë, doktoresha. A ka ndonjë moment që ju ka prekur në punë dhe se keni harruar kurrë? Nga këto momentet ka shumë, por gjithmonë domethënë qoftë nga
ana emocionale gjithmonë nga mjekët mundohet të fshihet, Po. sepse duhet të dalin në pa profesionalizme. Do me thënë, automatikisht do dali... Qoftë për mirë, qoftë për keq, Qoftë për gjithmonë keq, po. duhet dali profesionalizmi, sepse ndryshe nuk je efektiv në punë. Cila është këshilla më e vlefshme që ju jep pacientët tuaj për jetën? Pacientët që jetojnë në Gjermani Po. kanë luksin Po. që të shkojnë te doktori për çdo gjë. Do me thënë, nga gjylpera deri tek me vështirë. Dhe unë ju këshilloj të paktën check-upet, kontrollet e vazhdueshme për pacientët kronik. Po. Dëgjoni gjithmonë këshillat e mjekëve, duhet ndryshojë domethënë ajo kultura edhe formimi i mjekësor i pacientëve këtu në, sidomos këta që janë të freskët, që vinë nga Shqipëria, duhet të shkojnë më shpesh tek doktori. Se në fundit me sigurimet që kanë të drejtë bën çdo gjë, ëh. Domethënë sigurimi mbulon të gjitha do me sigurimin që këta sigurojnë, po, i mbulon të gjitha. Prandaj bëjnë check-upet, kontrollet sa më shumë që t'jetë mundur. Ju lutem shumë, keni një hall, keni një problem, mund të vini te mjeku familjes, mund të flisni me doktoreshën. Doktoresha, me pak fjalë, ku ju gjejnë? Kemi në një informacion më detajuar pikërisht për adresën tuaj? Po, klinika është në Rosenheimerplatz, që është në Mëni, brenda në afër Altstadtit. Po. Dhe me S-Bahn, me autobus, me bus, me tren, me gjithçka. Me gjithçka është. Dhe si e keni orarin e punës aty, mos gaboj? Puna nga hëna deri të premten. Po. 2 ditë janë më të shkurtra, e marta dhe e premtja, por ndryshe jam deri në orën 6 aty. Doktoresha, çfarë do t'i themi një të rriut apo një të reje që kanë qef të vazhdojnë pikërisht zanatin tuaj? Çfarë do t'i thot doktoresha Albana? Do t'i thosh, do vazhdosh, apo do ikësh, apo do vësh baushtel, apo do bësh infermiere, apo do bësh mësuese, apo do bësh inxhiniere. Unë kam qef të bëhem doktor, të lutem, me stilin tuaj karakteristik. Çfarë do t'i thoni një djali apo një goce që ka qef për doktor? Mjekësia është një shkencë, një punë shumë e vështirë. Po. Që kërkon impenim. Po. Dhe është një studim, një mësuarje e gjithë kohës. Po. Që do me thënë, që të studiosh mjekësinë duhet vërtet ta duash atë. Po. Ta duash këtë shkencë. Në qoftë se njerëz, do me thënë, studentat, nxënësit e duan të bënë mjek, atëherë do i thosha. Në qoftë se ata e dashurojnë këtë profesion, atëherë do i thoja me luftë, me punë, me arrije gjithçka. Mjafton që të jetë. Doktoresha, kemi parë kohë, kemi dëgjuar, unë duke qenë në terren si pjesë e gazetarisë, kemi dëgjuar që shumë shqiptar thonë urlop, se që ngatrojnë, jo raport, jo marim doktorin, jo marim doktoreshën, jo jemi sëmurë, jo këte, jo ande. Të lutem shumë, çdo të thot raport mjekësor. Dhe unë kam dëgjuar që jeni e vetmja doktoresh që ju nuk jepni të tilla gjëra. Në qoftë se je sëmurë, duhet të vish në ambientet tuaja, doktoresha të vizitoj dhe në bazë të vizitës, doktoresha të jep një recetë për ilaçe, besoj se edhe një çfarë quhet ajo? Überweisung ose Krankenmeldung. Bravo. Ka mundësi ta shpjegosh pak njerëzve çdo të thot, se shumë thon, jam sëmur, i thon pronar, jam sëmur. Or çfarë them ti sëmur? Dhe qeveria gjermane, pikërisht për këto raportet, për këto çfarë thuhet, ka në një kërkesë. Mos kur nesër pas nesër në një kontroll. Si është puna? Mund ta shpjegosh? Kontroll të drejt për drejt nuk ka. Po. Indirekt është shefi që i beson këtij, do më thënë pronari i firmës. Prandaj gjithmonë i pyes gjithmonë pacientët, të dalin problemet tek pronari apo jo, sepse në fundit nganjëherë mund të jetë pacienti është vërtet shumë i smur, po merr një Krankenmeldung vetëm për 1 ose 2 ditë. Ku mund të ketë nevojë edhe për më shumë, Ta kuptoj, shumë mirë. Dhe ka të tjerë për shembull që për arsye psiqike, burnout ose thjesht ka nevojë edhe për një pauzë. Do të thënë stresit e puna, që e kupton normal. Dhe ja jap edhe një javë, nuk është. Nuk është një problem i madh. Nuk është një problem sepse e shoh se ana mendore, psiqike duhet të funksionojë ashtu siç duhet. Duhet të funksionojë ashtu siç duhet. Dhe pacientët ose të them
më shumë se 30-40% e sëmundjeve është domethënë ana psiqike shumë e fortë. Është shumë e fortë, domethënë. Sepse edhe sistemi imun edhe të gjitha domethënë kanë lidhje bashkë. Doktoresha, kam dëgjuar që në Gjermani, në Myni, ka dhe doktor të tjerë shqiptar. Patjetër. Ka mundësi të na japësh një informacion? Jeni mbledhur ndonjëherë? Keni pirë në një kafe? Keni, domethënë, takoheni, merrasemi në një event, merrasemi në një feste? Ka mundësi të na japësh një informacion më detajuar? Gjithmonë, në qoftë se ke. Ne jemi 3 doktorë shqiptarë që kemi prakset tona, kemi klinikat tona. Po, i përshëndesim, pa përmendur emra. S'ka përse. Po. Edhe mund t'i përmendim. Jo, mund t'i përmendim, po, doktoresha. Janë miqtë mi. Miqtë tu janë, po Brekocka do ujtë këndoj, ja keqen taj, e du Kena probleme fare. Me njëri tjetër jemi miq shumë të mirë. Po. Edhe bile shkojmë edhe në Fortbildung e bashk, në këto eventet, gjërat që bëhet, edhe mësimet bashk. Edhe takohemi edhe për qejf, domethënë, nuk kemi asnjë lloj gjë. Te puna ku jeni ju, sa të punësuar keni, doktoresha? Unë kam 4 të punësuar. Po. Edhe dua që të rritem, të vazhdoj marr dhe mjek të tjerë, sepse për momentin jam vetëm. U mundova që të merrsha disa specializant. Po. Por për shkak të llojshmërisë së diagnozave, të sëmundjeve, edhe mos përgatitjes së plot, sepse në klinikë është puna më e vështirë se sa në spital. Po. U detyrova pastaj që t'i hiqja sepse domethënë me pak fjalë, me qenë se jemi mjek të specializuar. Domethënë me qenë se jemi këtu kur marketingun e kemi në zanat. Neve kërkojmë, në qoftë se mund të bëjmë një marketing të thjesht nga ky mikrofon, në qoftë se në një çun ose në një gocë është specialiste, mund të na shkruajnë? Patjetër. Domethënë çfarë kërkojmë? Duhet të ketë mbaruar të jetë mjek për mjekësi interne, i specializuar mjekësi interne ose në mjek familje. Apo janë të dyja bashkë. Janë të dyja. Automatikisht duhet të jetë me nivelin e gjuhës, besoj apo jo. Në momentin që ti ke punuar një 10 ose 15 vjet në spital. Po. Dhe ke bërë specializimin për mjekësi interne, atëherë. Jo, në qoftë se kemi në një nga Shqipëria ose nga Kosova, nuk ka të drejtë të punoj pa. Nuk punon, ëh. Se duhet fillon specializimi nuk njihen specializimet e Shqipërisë këtu. Domethënë automatikisht duhet të shkojë në spital, të bëjë ato vitet në spital. Po. Pastaj në klinikë dhe të futet në provimin me komision për specializim, farcë. Të kuptoj. Domethënë nëse ne kërkojmë punëtor, duam automatikisht që këta të jenë specializuar në spitale gjermane të kompletuar me gjithçka. Sepse ndryshe nuk e përballon. Dhe mund të na shkruajnë në rrjetet tona sociale, në Instagram, TikTok, se jo edhe te website-i jon po aty ekipi dhe stafi jon kot janë kurioz tek puna ku ju jeni. Keni shqiptare? Kemi shqiptare. Po, nga kemi atë gocën? Se ka marrë mirë. Nga Kosova. Po, dhe përshëndesim. Po. Përshëndesim. Po, faleminderit. Edhe po. Kam edhe gjermane, kam komësive ndryshe. Je komësive ndryshe. Po. Mikesha ime. Nga vash, kjo është një tip apje që ne bëjmë për njohjen e personaliteteve dhe figurave si puna juaj dhe kisham shumë kënaqësi që pikërisht sot ishte me mua. Të lutem shumë. Çfarë do t'i themi në vija të përgjithshme familjeve shqiptare? Jemi avash fundi 2025-s. Festat po vinë, 28-29 dhori u kalua, po na vjen Krishtlindjet, po na vjen viti i ri. Çfarë do t'i themi shqiptarëve, doktoresha Albana Qosja, çfarë do t'i thotë? Me 3 fjalë të vetme, për ta përpiluar dhe për të goditur atje ku i dhe më shumë shqiptarëve. Gëzuar festat, kjo është gëzuar Krishtlindjet që po na vjen, gëzuar vitin e ri. Po. Edhe ju gjet 2026 të shëndetshëm. Kryesorja, pika kulminante, po, ajo është më kryesore, po. Financial të sigurt. Po. Edhe plot bekimin e Zotit. Po, në bekimin e Zotit. Me stërfimeve të olla, si gjilpëra e vaksinave dhe historive, të rëndave që pritet në radhën e spitaleve, mbritëm në fundin e këtij episodi sotshëm. Mjekja jonë shqiptare në Myni na tregoi se ndërmjet vuajtjeve së profesionit, stresit të përditshëm dhe dashurisë për njerëzit, fshihet një botë e tërë, sakrificë që shpesh nuk shihet. Na kujtoi se emigracioni nuk është vetëm valigje e madhe dhe mallkimi i motit, por edhe forca për mos u dorëzuar kurrë dhe realiteti që troket në çdo derë pa paralajmërim. Faleminderit që na dëgjuat, që qeshëm, prekëm
ndoshta dhe pasjuruam paka shumë histori. Na ndiqni në një episod tjetër, ku do të vazhdojmë të ndajmë me gjithçka ngjyrat tona, nga e zeza me e rëndë te e bardha me shëndetshëm. Derisa të takohemi sërish, unë ju uroj vetëm mbarësi. Doktoresh Albana, ishte kënaqësi që ishim bashkë dhe shumë faleminderit për ftesën. Kjo ishte vetëm tip hapje, me kismet Zotit do të krijojmë edhe gjëra akoma më të mëdha për të folur çfarë bëhet në emigrim, si e situata, çfarë do të kemi parasysh, që nesër pas nesër jemi dhe do të ngelemi vëllezërit dhe motrat tona të Shqipërisë. Unë i përshëndes dhe faleminderit që ishim bashkë. Faleminderit shumë për ftesën.